Qindra qytetarë të Tiranës, kryesisht tifozë të Interit, morën pjesë në garën e vrapimit të zhvilluar në kryeqytet këtë të diel pranë liçenit artificial. Për të dytin vit radhazi, klubi zyrtar shqiptar i tifozëve Zi Kaltër organizon këtë event simbolik, ku fitoria nuk është gjëja më e rëndësishme, por argëtimi dhe mesazhet. Të pranishëm në këtë organizim ishin dy legjendat e klubit Zi Kaltër dhe heronjtë e tripletës në vitin 2010, Francesco Toldo dhe Walter Samuel. Ata folën për televizionin Klan, ku vlerësuan maksimalisht rrugtimin e kombëtares shqiptare në eliminatoret e botërorit. Silvino është një trajner i mirë, ai ka qenë edhe tek Inter dhe ju ofrua edhe kualifikimin të botror me Shqipërinë. Unë mendoj se skuadra luajti mirë. E kam ndjekur Shqipërinë, ishin shumë pranë botërorit pasi luajtët në play-off. Dy legjendat e klubit analizuan gjithashtu sezonin aktual të Interit. I afrohet atij suksesi, kampionati është thuajse i sigurt dhe kemi edhe finalen e Kupës së Italisë. Është e rëndësishme që besojnë se të dy kompeticionet janë afër suksesit. Jam i lumtur edhe për Kivun.